media ka në mbrojtjen edhe promovimin e të drejtave të fëmijëve. Raportimi etik, respektimi i privatësisë, dinjiteti dhe interesit më të mirë të fëmijës janë përgjegjësi të cilat kërkojnë vëmendjen edhe angazhimin e vazhdueshëm, natyrisht me patjetër të gazetarëve, por edhe të aktorëve tjerë, siç mund të jenë institucionet ndryshme, të cilët kanë përgjegjësi që t'i mbrojnë fëmijët nga ekspozimi i pa dinjitetshëm në rastin më të lehtë thënë në media tona. Të nderuar përfaqësues të institucioneve të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar partner, kolegë dhe mysafir. Mirë se vini dhe ju faleminderit shumë që jeni pjesë e kësaj konference kushtuar mbrojtjes së fëmijëve në media. Është kënaqësi e veçantë që sot ju drejtohem në emër të Tërtëzomit, një organizatë që prej shumë vitesh punon në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe promovimin e tyre. Për ne mbrojtja e fëmijëve nuk është vetëm një mandat institucional, por është një përgjegjësi e përbashkët që kërkon angazhim e çdo akteri të shoqërisë sonë. Media është një prej këtyre aktorëve kyç. Media ka fuqi të informojë, edukojë, të ndikojë në opinion publik dhe të nxjisë ndryshime pozitive. Por kur raportimi përfshin fëmijët, kjo fuqi shoqërohet me një përgjegjësi të madhe. Çdo titull, deklaratë, fotografi, video apo detaj publikuar mund të ketë dhe mund të lë pasoja afatgjate në jetën e një fëmiu. Një raportim i kujdesshëm mund të mbrojë një fëmijë dhe të kontribuojë në realizimin e të drejtave të tij apo saj. Po në anën tjetër, një raportim i papërgjithshëm mund të shkaktojë stigmatizim, traumatizim, ritraumatizim, cënim të privatësisë dhe dëmet që ndjekin këtë fëmijë për shumë vite. Pikërisht për këtë arsye, mbrojtja e fëmijëve në media nuk është vetëm një çështje etike, por është edhe një detyrim ligjor. Neni 45 i ligjit për mbrojtjen e fëmijës përcakton qartë se mediat janë të obliguara të raportojnë në mënyrë etike, duke mbrojtur dinjitetin e fëmijës dhe duke pasur gjithmonë parasysh interesin më të mirë të tij apo saj. Ligji gjithashtu e ngarkon mediat me përgjegjësi për të kontribuar në rritjen e vetdijes së publikut për mbrojtjen e fëmijëve, ndërsa Komisioni i Pavarur i Mediave jep mandat për të siguruar mbrojtjen e fëmijëve nga përmbajtje të ndenshme dhe në bashkëpunim me institucione tjera përkatëse për të zhvilluar mekanizma të nevojshëm për zbatimin e këtij detyrimi. Është një vije hollë, është një teh i hollë, thëmë vazhdimisht në mes asaj se deri ku e lejon interesi publik me shku sidomos në raportimin për fëmijë. Është e vërtet që bazuar në të gjitha praktikat edhe vendore edhe ndërkombëtare, zëri fëmijëve duhet me u dëgju, megjithatë në rastet kur cenohet privatësia, kur cenohet dinjiteti, kur fëmijët janë subjekt i problematikave të ndryshme, është shumë e rëndësishme se qysh gazetarët vendosin me i trajtua ato tema. Problematika më e madhe që e kemi diskutuar edhe në trajnime dhe që unë vazhdoj me besu që ekziston në media është sidomos në rastet e kronikës së zezë, ose në rastet kur fëmijët janë subjekt i problemeve të ndryshme mes vete, pra përfshihen në qoftë në rrahje apo në vepra të tjera penale. Pjesa më e madhe do të thoja e televizioneve kanë qasje ndryshe, kryesisht për shkak të zinxhirit që funksionon kohës së trajtimit, megjithatë në portale vazhdon me qenë problem zbulimi të dhënave, zbulimi e emrave, duke e ditë që parimi bazë është prezumimi i pafajësisë. Kjo vlen edhe për të rriturit, megjithatë kur subjekt janë fëmijët, edhe kodi i drejtësisë për të rritur e specifikon që këto raste janë të mbyllura edhe nuk lejohen mu zbulu të dhëna. Është inkurajuese që sfundmi edhe Agjencia për Informim dhe Privatësi ka ndërmarrë masa që në rastet kur media të ndryshme kanë zbulu të dhëna identifikuese për fëmijët, i ka penalizuar dhe i ka gjobit, edhe shpresoj që gjobat e tilla të shërbejnë si një vetëdijsim për të gjitha mediat.